Problemet me veshin e brendshëm, të cilat shpesh shfaqen me marrëmendje si një nga shenjat e para, janë mjaft të përhapura në popullat. Megjithatë, sipas mjekëve specialistë, jo çdo problem me ekuilibrin ka si shkak kryesor veshin e brendshëm. Veshi i brendshëm në fakt është një ndër receptorët e ekuilibrit. Pra, njerëzit që kanë probleme me ekuilibri, jo detyrimisht kanë probleme me veshin e brendshëm. Dhe kjo është e rëndësishme sepse ne shohim një numër shumë të madh pacientësh me marrëmendje, por jo të gjithë realisht kanë probleme ORL. Kanë probleme të syve, probleme neurologjike, probleme të trurit. Ndërsa më parë vlerësimi i këtyre pacientëve bëhej kryesisht në mënyrë klinike dhe përmes ekzaminimeve imazherike, tashmë në QSUT ka nisur funksionimi i kabinetit vestibular, ku do të kryhen një sër testimesh për të përcaktuar diagnozën e saktë. QSUT-s për disa dekada i ka munguar ky vlerësim. Pra, vlerësimi i pacientëve bëhet thjesht me anën klinike dhe me vlerësimet imazherike. Ne tashmë nëpërmjet këtij kabineti, në cilin bëhet më shumë se një test, bëhen 5-6 teste, arrim që të evidentojmë me detaje nëse problemi është apo jo i veshit brendshëm, dhe nëse është i veshit brendshëm, cila pjesë e veshit brendshëm e ka në fakt problemin. Dhe kjo pastaj do të udhëheqë trajtimin, rehabilitimin e pacientit. Për më shumë, shefja e shërbimit ORL, Brikena Qirjazi, shpjegon në një intervistë për Vision Plus se cilat janë këto teste, si kryhen dhe çfarë trajtimi duhet të ndjek pacienti pas testimit. Në këtë kabinet kryen disa lloje testimesh. Testimi më i vitur që kanë qenë bërë dhe më përpara në QSUT është prova kalorike që bëhet duke ngacmuar veshin me ujë të ngrohtë dhe me ujë të ftohtë. Është një ndër testimet. Kariga rrotulluese, që ashtu është një lloj testimi tjetër. VHIT-i është prapë një test i cili kontrollon kanalet që janë në veshin e brendshëm. Pastaj janë edhe një tuftë të tjera ekzaminimash që kontrollojnë lëvizjen e syrit, nëse si është ai në gjendje të ndjeki spostimet e kokës ose lëvizjet e trupit. Ka disa lloje trajtimesh, të cilat sigurisht varet nga shkaku. Në fakt, në disa raste do të kishte sens të bëhet dhe rehabilitimi vestibular, i cili në Shqipëri nuk është shumë i specifikuar ose i specializuar. Rehabilitimi vestibular bëhet në fizioterapeutët, nuk është pjesë e ORL-s, dhe nuk kupton një grup ushtrimesh të cilat ndërtohen në mënyrë të individualizuar në varësi të problemit që ka pacienti. Sipas dhënave nga QSUT, rreth 1/3 urgjencave të ORL-s përbëhet nga pacientë që paraqiten me marrje mendsh.